Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Kiabi Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids. Me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Si jeti? Shumë mirë. Mirë? Po. Si e ke emrin shpirt? Elen. Elen, që është më bukur. Faleminderit. Më tash edhe shpar, to syka ishte bukura. Kush I ka syt kështu bëjqelli? Babi. I ka babi, ati ja ke marti. Po. Motra vlezër ke Elen? Kam vetëm një motor, edhe është mami im stadzane me një motor tjetër. O, sa qef, të bëni 3 motra. Po. A kishte qef vlla apo motor ju? Unë doja pra motor, sepse me motrat luj më shumë se me vlezërit, më shumë do zihemi. A thua? Po. Se besoj, ja, unë kam edhe qunë edhe gocë. Lozin ata me njëri tjetrin. Edhe, po, edhe vlaj, do më thënë vlezrit me motrën, lozin. Po mirë, shumë mirë që do jetë gocë. Kur e ka për të lindur? Në mars. Edhe pak? Po. Sa që. Po motra sa vjeçë motra edhe? 5, në 3 shkurt në bus 6. Që nga e vogël edhe ajo, do me thënë. Si shkon ti me atë? Kur zihemi shpesh, por kur më merr ajo gjërat mua, zihemi shumë kur ajo më merr gjërat mua se gjitha I do gjërat e mia. Si do ishte për ty një motër perfekte? Hajde ta manifestojmë me qenë se po vjen një motër tjetër. Çfarë duhet ketë ajo që t'jetë perfekte? Duhet mos më ngacmoj, mos më I marri gjërat, që edhe të sillet mirë me mua, të më respektoj. Të të respektoj? Po. Qa do me thënë të të respektoj dikush? Që kur të sillet mirë me mua, edhe të më... që mos më flasi keq, edhe këto. A I respektojnë njerëzit tu njëri tjetrin? Si mendon ti këtu në Shqipëri? Çka? Çka? Aty. Në klasën tënde e respektojnë njëri tjetrin? Vajzat po, ndërsa çunat ndonjëherë zihen, ndonjëherë. Por çfarë zihen më shumë fëmijët sot? Në klasën time, kush është më I miri? Ka konkurrencë shumë. Po. Është e fortë konkurenca? Po, unë me një çuna atje në klasë, zihemi kush është më I mirë në frëngjisht. E kush është më I miri? Unë. Në frëngjisht? Po. Tu parles français? Très bien? Oui ou non? Nuk I kam I qik... jam më mirë kështu me lexu në frëngjisht. Ajo është më I mirë kështu me shkruajt. Tu ne parles pas français alors? Tu me montres? Si di këto? Si ke mësuar akoma këto? Jo. Po çka ke mësuar nga frëngjishtja? Kam mësuar ushqimet, Që janë? që janë qershia, Që I thonë? frutat, jo, qershia cerise. Cerise, Kam mësuar këto, si quhen, shtetet. Shtetet? Po. Okej, si janë shtetet në frëngjisht? Prit. Français. Prit. Se janë cik vështira. Janë vështira shtetet shumë. France, Itali si thonë? Italian? Po. Shqipëri si thonë? Nuk e kemi mësuar në Shqipërinë. Se keni mësuar? Jo. Okej. Pra ti me këtë çunin jeni konkurrent? Po. Okej, me njëri tjetrin, se kush është më I miri? Po. Si e përballon ti konkurrencën? Pra, kur dikush do që do ta kaloj? Në mësime, unë lexoj, mësoj shumë edhe mund ta mund atë, po mësova shumë. Po mësove shumë, mund ta mundesh, mund të bëhesh ti më e fortë. Po. Okej, në rregull. Çfarë të bën ty më shumë për të qeshur? Kur njerëzit bëjnë si kafsh kështu,
Si që imitojnë kafshët. Ajo të bën për qeshur. Po. Okej. Çfarë të pëlqen të shohësh më shumë në televizor? Këto K-pop Demon Hunters. K-pop Demon Hunters. Okej, e di se çfarë është. Nëse ti do shkruaje një libër për veten tënde, Po. si do t'ja vije titullin? Çfarë bën Elen për ditë? Edhe çfarë bën Elen për ditë? Zgjohem, laj dhëmbët, shkoj në shkollë, ha mëngjesin, pastaj bëjmë detyrat, bëjmë anglisht, bëjmë sport, Okej. edhe pastaj kur kthehem në shtëpi bëj detyrat e shtëpisë, edhe luaj me motrën. Gënjen ndonjëherë ti? Jo, Asnjëherë. Nuk e thënë asnjëherë asnjë gënjeshtër? vetëm një herë. Kur? Kur kam qenë e vogël fare, kështu, kur më thoni mua mami, a zihesh me shoqet, edhe unë thoja, jo nuk zihesha, kur unë zihesha shumë. Për çfarë ziheshit? Kush është më e fortë? Me shoqet. Po, Okej. Te klasa jote ke shok shoqe besoj shumë, po, a? shumë. A ke ndonjë shok që të pëlqen? Që unë e pëlqej ata. E kam. Kush është? Fillo, Joni. Jonim? jo, një në shkollë. Është në shkollë, se unë kam i qumë me emrin Joni. Po. Çfarë shkollë ti? Ernest Koliqi. Jo, nuk është e shkolla jote. E ke në shkollë të Joni? Po, Okej. E ke te klasa apo në po, shkollë? në klasë. Në klasë. Ja ke thënë? Edhe jam dhe në bankë. Jeni bashkë në bankë? Po, Edhe të pëlqen? po, Më ke thënë ndonjë gjë apo? jo. Nuk i kam thënë. Po si e ke kuptuar? Si e kupton që të pëlqen dikush? Po, unë e pëlqej atë. Po. Tani, një herë, kur ishim në klasë, një cunë me emrin Aron, më pëlqente mua. Okej. Edhe ai ja tha një shoku. Okej. Shoku i vet ja tha gjithë klasës. Edhe pastaj u zbulua, edhe zgja mori vesh, edhe i tha që nuk ka gjë që të pëlqejmë dikë. S'ka ndonjë gjë të keqe Jo. apo ja? Që të pëlqejmë dikë? Po. Okej. Pastaj ç'a ndodhi? Pastaj, unë kur isha në klasë fshihesha poshtë, se kisha turp. Edhe pastaj kur ikëm, e pastaj e kuptum gjithë që nuk ka asgjë se zysha unë ka pas shok kështu që pëlqente. S'ka ndodhur ndonjë gjë e keqe. Jo. Nga pëlqimi, nga dashuria nuk vjen ndonjë gjë e keqe. E pastaj ky Aroni ç'a u bë me këtë? I erdhi turp edhe tani nuk i tregon askujt që pëlqen dikë. Nuk i thot më njeriu Jo. që mos ta marrin vesh të tjerët. Po. Okej. Ti ke thënë njeriu për këtë Jonin? Vetëm shoqëtimet ngush fare. Ja ke treguar asaj. Edhe mua. Okej. Ky nuk ka marrë vesh gjë ky Joni akoma. Jo. Se di. Jo. Do t'ja thuash apo jo? Jo. S'do t'ja thuash asnjëherë. Edhe ai në klasë të dytë më pëlqente mua. Vërtet? Po. Ta ka treguar? Po, kur ishim të luajt Truth or Dare. Aha. Ja kemi treguar që në klasë të dytë. E si ta tha? Që më thaj, kush të kë pëlqen ti, kë ke pas që pëlqeje, më pyeti ai, në klasë të dytë, unë i thash ty, edhe më tha, dhe unë të kam pas pëlqyer. U bëre me turp? Po, Po nëse shikon të emisionin ai dhe kupton që ne kemi biseduar këtë gjëra. do i them mos ta shohi ku. Ç'a do i thuash? Do i them se ja tregova që do i shoqes time të ngushtë, edhe ai ja mori vesh, e tha unë do i thoja që nuk kam dalë fare mirë, nuk kam bërë asgjë, thjesht kam bisedu. Për situatën e rrugëve. Po, Edhe shteteve. të shteteve, ta qajsh në ato pyetjet që të bëri Edi shpar. Po, S'kam fol me Arbanun fare, thuaj, unë e se kush erdhi njëri që më bëri një intervistë.
Nëse ti do kishe mundësin të kishe një superfuqi, çfarë superfuqie do doje të kishe ti? Që të isha e padukshme. Pse? Sepse kur po isha në klasë, edhe për shumë, kur jam me ca shoqe që se më vinë ca shoqe që unë nuk i kam shoqe, edhe më vinë aty dhe më ngacmojnë. Edhe unë doja të bëjsha e padukshme që ti ikja nga ato. E mos ta merrni vesh. Pse të ngacmojnë ato shoqe? Po, gjithmonë kur jemi të lujt, mua më lënë rolet e këqija edhe gjithmonë zihemi me ato. Janë shoqe klase këto? Jo, janë shoqe të pallatit. Janë të pallatit. Janë më të mëdhaja se ti? Jo, ca janë më të vogla, ca janë më të mëdhaja. Okej. E si mendon ta zgjidhesh të konfliktin me të? Si mendon që duhet zgjidhur? Që mos të flas fare me atë. Edhe mos të rrimë me ato të rrimë shoqet e mia që kam. Kur ka njerëz që na mërzisin, që na lëndojnë, që na bezdisin, që na ngacmojnë, si mendon ti që duhet reagojmë? Që nuk duhet t'i shajmë këto gjëra, thjesht t'i injorojmë që edhe vazhdojmë punën tonë. Edhe mua për shembull më ka mërzitur shumë një shoqe, kolege, edhe s'po dija se si të reagoja dhe thash më mirë s'po i përgjigjem fare. Mirë kam bërë? Po. Apo t'i kthej një përgjigje të qëndis? Jo. Jo. Më mirë të vazhdojmë me misionin. Po. Çfarë marrëdhënie ke me prindrit? Me kë je më afër? Me kë shkon më? Më mirë shkoj me mamin. Se ai gjithmonë kur jam e mërzitur, ajo më vjen dhe thot s'ka gjë, se kur zihesha unë me shoqet më parë kur isha vogël, më thoshte s'ka gjë se do vësh shoqe të reja, se unë isha e vogël dhe mikën gjithë shoqet pastaj. Mërzit atëherë? Po, shumë. Edhe? Mami të jep të forcë. Po. Po babi? Edhe babi pak a shumë të njëjtën gjë, po mami e bën më shumë. Mami e bën më shumë. Pesh. Çfarë është një gjë që të pëlqen më shumë tek mami dhe çfarë është një gjë që të pëlqen më shumë tek babi? Tek mami më pëlqen shumë se është shumë e dashur dhe e mirë, ndërsa tek babi më pëlqen shumë se gjithmonë do të me lujt me mua, lojra, shumë si mos unë zë, dhe këto tjera. Edhe me siguri janë shumë të mirë të dy, po nëse do doje të ndryshoje vetëm nga një gjë tek secili, çfarë do ndryshoje te mami dhe çfarë do ndryshoje te babi? Tek mami që mos më bërtiste, edhe tek babi që mos më bërtiste. Okej, për çfarë bërtasi më shumë ata? Po usolla keq. Edhe për shembull po jam unë me shoqet dhe i them unë ato që unë i thash ato më bezdisën dhe unë ju kur e bezdisin motrën, se unë e kam shumë inat kur njerëzit më bezdisin motrën, edhe jam kthyer, e më thonë asnjëherë mos e bëj ashtu, asnjëherë mos u kthy keq me të. Ti jeton në Tiranë apo jo? Po. Në çfarë zone, në çfarë lagje? Don Bosco. Te Don Bosco. Çfarë është një gjë që nuk të pëlqen atje tek ajo zonë? Që atje tek rruga që hym, tek ajo pjesa ka shumë trafik. Edhe ne gjithmonë atje duhet të presim 20 minuta që të ikën ato se parkojnë shumë keq makinat. Okej, do ta ndryshoje këtë gjë. Nëse do kishe mundësinë ti të shpikje diçka, ta shpikje ti, çfarë do kishe qejf të shpikje? Do kisha shpikur një pellush të bukur. Okej. Dhurata të pëlqejnë? Kam qejf do t'jap një dhuratë. Nuk e di a do ta mirëpresesh apo jo. Eleanor Dra. Faleminderit. Shpresoj të të pëlqej. Kush t'i bën dhuratat më të bukura, Elen? Mami se e di më mirë qa pëlqej unë. Okej. Qa pëlqen ti më shumë? Pëlqej
Këto kostumet e bukura. Okej. Kur isha unë sot, e pas këtë dhe i thash mami që e doja. Vërtet? Seriozisht e ke? Po sa Se po mirë pra. gjeja ca rroba që të vishja. Vërtet? Po. Më bëhet qefi që ta kam bler fiksa atë që doje. E shikon se sa refan në veçim që është. Po, Edhe do të të shkoj shumë, jam e sigurt. E gëzoshte, mor. faleminderit. Ku do ta veshësh? Kur të dal poshtë me lujt. Okej, në rregull. Do të përqafoj pak. Po, U knaqe këtu. po. Mos ke qef ta thras pra Petin për të vazhduar intervistën? Nuk është një ide mirë? Jo? E mbyllim këtu? Po. Okej. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.